Realizimi i projektit për ndërtimin e godinës së Muzeut Ebraik në Vlorë po vijon, por pa ritme. Më 25 dhjetor përfundon gjysma e afatit për realizimin e këtij projekti, të nisur në 25 shkurt të këtij viti, por megjithëse kanë kaluar thuajse 10 muaj nga 20 muaj në total si afati përfundimit të projektit, ndërtimi i Muzeut Ebraik të Vlorës vijon të mbetet ende në fazën e themeleve. Për ta konfirmuar këtë fakt, mjafton t'i hedhësh një sy tabelës informuese në hyrje të kantierit të ndërtimit, e cila tregon datën e nisjes së punimeve, por edhe afatin total të realizimit të këtij projekti. Pavarësisht se gjysma e afatit po shkon drejt fundit, firma e cila ka fituar të drejtën e realizimit të këtij projekti është ende duke punuar për hedhjen e themeleve dhe vendosjen e pilotave të ndërtimit të godinës. Ritmet e ulta të këtij projekti kanë bllokuar totalisht edhe Muzeun Etnografik të qytetit, për shkak se edhe kjo godinë e një prej muzeve në varësi të Bashkisë së Vlorës përfshihet në projektin riabilitues, e curia negative e punimeve ka bërë që ai të vazhdojë të jetë mbyllur për shumë gjatë. Prej muajsh, Muzeu Etnografik vijon të jetë i pa aksesueshëm nga qytetarët. Nëse punimet do të kishin ecur me ritme, deri më tani me siguri do të përfundonte kjo fazë e punës për rehabilitimin e këtij muzeu, çka do të bënte që ai të vendosej në funksion të qytetit. Edhe përgjatë kësaj të ëne, numri punojësve të cilët ishin të angazhuar për realizimin e këtij projekti ka qenë vërtet minimal. Madje, mjetet e tonazhit të rënd që ishin të vendosura në brendësi të kantierit të ndërtimit qëndronin të figura, duke mos u angazhuar në punime, ndërsa vlen të theksohet edhe fakti se rrethimi i kantierit të punës po penalizon gjithë lagjen e vjetër Muradie. Ky rrethim ka zaptuar një pjesë të vendkalimit të këmbësorëve, por edhe pjesë të Vlorës historike, të bllokuar prej tij jo vetëm kalimtarët, por edhe bizneset, të cilat gjenden aty pranë, që kanë humbur tashmë pamjen e tyre të qartë vizuale. Nëse punimet vazhdojnë me këto ritme, edhe ky projekt pritet të shkojë në hapa të shumë projekteve të tjera të realizuara në Vlorë, një projekt i cili me këto ritme do të kalojë çdo afate përtej të parashikuar në relacion. Në gjysmën e afatit të punimeve nuk është realizuar thuajse asgjë, as 10% e punës, ndërsa mbetet që 90% e këtij projekti, sipas relacionit fillestar, të realizohet në më pak se 10 muaj, çka duket totalisht e pamundur.